Kreu i SPAK-ut Altin Dumani gjatë vizitës zyrtare në Bruksel në qendrën europiane të politikave ka bërë një analizë të gjerë mbi rrugtimin dhe sfidat e institucionit që prej krijimit 6 vite më parë. Ai e cilësoi SPAK-un si një prej shtyllave kryesore të reformës në drejtësi ndërtuar mbi parime që synojnë standarde të reja për pavarësinë institucionale dhe luftën ndaj pandëshkueshmërisë në Shqipëri. Sipas Dumanit, gjatë këtyre viteve SPAK ka punuar për të ngritur si një institucion me qëndrueshmëri të lartë, profesionalizëm, bashkëpunim ndërkombëtar dhe besim publik. Por kreu i SPAK-ut paralajmëroi se rruga ka qenë e vështirë dhe shpesh e mbushur me presione nga aktorë të ndryshëm. Vështirësitë kanë qenë të shumta. Në dhjetor mbushim 6 vjet. Vështirësitë kryesore kishin të bënin me organizimin e institucioneve dhe pritshmërinë e lartë të publikut, u shpreh Dumani. Ai kujtoi se që në nisje SPAK-u pasi shpresa më e madhe e qytetarëve për një drejtësi të re, të pavarur dhe të aftë të përballej me korrupsionin dhe krimin e organizuar. Këto pritshmëri të larta, tha ai, shpesh përplaseshin me kapacitetet reale të kufizuara në vitet e para. SPAK-u vu në qendër të vëmendjes qysh në fillim, ndërsa publiku kërkonte rezultate të shpejta në një sistem që po rindërtohej nga e para. Një tjetër sfidë e madhe sipas Dumanit ka qenë përballja me presione dhe kërcënime që vinin drejt për drejt ndaj institucionit dhe prokurorëve të posaçëm. Ka pasur presione nga politika, nga media, por sidomos nga krimi i organizuar, deklaroi ai, duke shtuar se këto goditje të vazhdueshme janë një pjesë reale e procesit hetimeve ndaj strukturave kriminale dhe korrupsionit të nivelit të lartë. Megjithatë, Dumani u tregua i vendosur se ekipi i SPAK ka treguar pjekuri profesionale dhe aftësi për t'i përballuar këto sfida. Prokurorët e SPAK-ut kanë nevojë dhe janë të përgatitur për t'i përballuar këto presione, pavarësisht nga vijnë ato. Secili ka një përvojë të admirueshme dhe janë profesionalisht të maturuar, theksoi ai. Me afrimin e 6 vjetorit të themelimit, SPAK synon të tregojë se reforma në drejtësi nuk është vetëm premtim, por një proces i pandalshëm që po konsolidohet si realitet institucional në arenën vendase dhe atë ndërkombëtare.